Autoriteti i konkurrencës ka njoftuar se ka nisur monitorimin e tregut të shitjes së bukës në lidhje me njoftimin e ndërmarrjeve të prodhimit dhe shitjes së bukës në qytetin e Korçës, të cilat kanë lajmëruar të gjitha pikat e shitjes se çmimi i shitjes së bukës nga 120 lek do të jetë në 150 lek, duke reflektuar një rritje të njëkohshme me 25%. Në zbatim të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, autoriteti ka njoftuar se në mënyrë të menjëhershme do të realizojë kontrolle në terren me qëllim evidentimi nëse ky njoftim do të zbatohet nga ndërmarrjet dhe mbi të gjitha nëse kjo sjellje është abuzive dhe si rrjedhoi shkelje e ligjit numër 9121/2003 për mbrojtjen e konkurrencës. AK-ja thekson se ligji për mbrojtjen e konkurrencës ndalon të gjitha marrëveshjet të cilat kanë si objekt ose si pasojë pengimin, kufizimin apo shtrembërimin e konkurrencës të drejtë për drejtë ose të fortë, çmimet e blerjes ose të shitjes apo çdo kusht tjetër tregtimi. Po ashtu AK-ja ka shtuar se shkelja e ligjit për mbrojtjen e konkurrencës përbën kundërvajtje administrative dhe sanksionohet me gjobë, në masën deri në 10% të xhiros së vet financiare të ndërmarrjeve të përfshira në marrëveshje të paligjshme.